Do flasim në këto momente, do të lidhemi me Suedin, ku kam të ftuar Adnan Tetaj, I cili është dhe pjesë e tifozëve Kuqezi. Adnan, të përshëndes, faleminderit që je në studio live në Report TV. Si e shikon atmosferën përballë ndeshjes së rëndësishme që do të luhet ditën e shtunë, më jep edhe komentin tënd, do flasim dhe për kritikat që keni ndaj FSHF-s. Po, përshëndetje Albert. Situata shumë e tensionuar, çfarë them, është shumë, sidomos për neve, flas për tifozët Kuqezi. Do të thotë një situatë shumë e tensionuar me ndalesën tonë në tribunë. Çështja është që të futemi në temë një herë, do të thotë nuk është problemi se a do futemi ne individualisht, një nga një. Por them drejtën, do të thonë për neve është një gjë shumë ndeshje decisive kundër Serbisë që mos tifozët Kuqezit mos jenë prezent është një gjë shumë e rëndë. Ky trajtim nga Federata Shqiptare e Futbollit këtë trajtim nuk e ka merituar tifozët Kuqezi. Ne faktikisht nivelizohemi, trajtohemi nga Federata Shqiptare e Futbollit po njëjtë sikur huliganet serb, shembull, një tifozëri që mos futet tash që dua ti përmend emër. Do thotë ne faktikisht trajtohem, nivelizohem, hudhen nga tribuna, do të thotë qitemi jashtë stadiumit, njëjti trajtim sikur ato. U duhet përmend edhe një çështje ndoshta që është mirë flitet, do thotë Federata Serbe është dënuar për 2 ndeshje musafir, do të thotë Serbët nuk kanë pas drejt. Ajo që ka bërë Federata Shqiptare e Futbollit është që ka bërë marrëveshje. Pse mos ikim neve ti përkrajmë çuna tonë në shembull muajin tetor. Shembull atje. Pse duhet gjithmonë nivelizohemi. E këto janë shumë probleme arbe. Ju kanë thënë gjë, Adnan, ju kanë thënë gjë, ju kanë lajmëruar përse kjo qasje, apo çështje sigurie kanë frikë, nuk e di përse. Arber, edhe një herë të futemi në temë. Do thotë tifozat Kuqezi janë përjashtuar nga tribuna, do thotë. Neve zakonisht nga tribuna përjashtohen huligan, tifozat Kuqezi nuk është se kanë gjujt gurën ndonjëherë në fushë, nuk është se kanë lëndu ndonjëherë. E vetmja është ajo që bëjmë, do të thonë, për postë mbështetjes që I bëjmë kombëtarës, ne faktikisht edhe nuk shohim ndeshjen. Ne mirëmi me këndim, me pasionin ton. E ke parasysh, domethënë. Neve tifozat Kuqezi kanë ju jeni faktor I rëndësishëm për ngritjen e moralit të lojtarëve, se është një tifozëri shumë e zjarrt. Dekori I bukur e të tjerë. Patjetër o vëlla, neve vim nga diaspora, bashkohem me çunat që jetojnë në Shqipëri, gjithë jemi bashkë nga gjitha trevat aty. Do thotë edhe një herë, domethënë, tifozat Kuqezi nuk është vetëm që I japin mbështetje kombëtare, po tifozat Kuqezi kanë jap edhe gjak. Kemi Gramoz Palushin që ka jap gjak. Edhe nuk e meritojmë një trajtim të tillë. A ke parasysh, udhemi, domethënë, përjashtohemi nga tribuna, vetëm media flitet. Vetëm media, se atë të pyetja jote që ishte, do të thotë, nuk ka fare, nuk ka ndonjë reagim. Si do t'ja bëj kombëtarja, do ketë mbështetje, dakor, do ketë mbështetje po të pa organizuar, apo jo, do jenë tifoz të përgjithshëm, po nuk do ketë një organizim, apo po mendoni diçka? Po, të kuptoj. Atëherë, do thotë, faktikisht kështu siç duket gjana, domethënë kombëtarja shqiptare do ketë spektatorë, domethënë faktikisht do ketë njerëz, domethënë nuk duhet I neçmoj ato njerëz, po gjithë janë shqiptarë. Po do jenë spektatorë. Po e pa organizuar, pra do jetë një dekor I bukur me flamin shqiptar e tjerë. Bravo. Edhe ekziston një fushat nga Federata Shqiptare e Futbollit. Ti heqim emocionet, ban, domethënë, ti Suedia, këto gjëra atë. Ekziston një fushat e gjën, domethënë. Unë mendoj personalisht, neve antarët e tifozëve Kuqezi, momentin kur serbët hynë mrena, e vetmja mundësi, nuk po them absolutikisht, nuk them unë që të hudhim, domethënë nuk jemi pro, domethënë asaj që nuk guxon askush të bëjë ndonjë dhunë ndonjë prej. Ne kemi parasysh që lusim mrena si vendas, a ke parasysh? Domethënë, ne duam që kur të futen lojtarët serb që dridhen gjunjt aty. Në mënyra vetme që kjo të realizohet është kur ke tifozat Kuqezi aty që I japin këndojnë 90 minuta. Kjo është mundësia vetme. Nuk e kuptoj, nuk arrit ta kuptoj se si është e mundshme, domethënë,
ti I heqësh krahët aty në lojtarëve që të futen furr. I ke heq krahët o arbër. I ke heq krahët, a kupton? Adnan, si shpritur në komunitetin tuaj kjo gjë, në grupimin tuaj? Çfarë kanë thënë edhe të tjerët? Dhe sa është numri I tifozëve kuqezi? Një nga grupimet më të zjarrta, duhet theksuar që është përtej Shqipërisë është shtrirë gjithë Europën, ndoshta edhe në gjithë botën. Po, atëherë, tifozat kuqezi numërojnë parafërsisht domethënë diku te 5000 antar. Domethënë, por kemi diku antar aktiv, ndoshta mos nëse nuk gaboj, jemi diku te 800 antar aktiv aty. Kjo gjendje është prit normalisht është prit keq, nuk e kemi hallin ne për të pa ndeshje. Edhe një herë. Nuk e kemi ne ndeshja do jetë televizor nëse nuk do jetë në Nuk jemi pro asaj që domethënë që policia domethënë që mos futet në etik ato gjëra, domethënë patjetër nuk diskutohen ato gjëra. Por neve domethënë kemi antar devotshëm, unë personalisht edhe shumë tjerë që njëfun. Kemi ik Palermo, kemi ik me traget, me ditë tëra, domethënë. Kemi flej në për aeroporte, gjithë ato. Nuk I kemi bë për të na I pagu dikush nesër që unë të kam drejt sot të flas këtu e të arsyetohem. Po them, po duta e thash edhe më parë, domethënë, kemi derdhë edhe gjak. Gramoz, Palushi. E teku edhe një. Në Greqi, po. E teku. Edhe shpresoj ta ndëgjoj Federata Shqiptare e Futbollit, Gramoz, Palushi, ky gjallë ka dalë nga TKZ është vrarë. Edhe neve, tifozat kuqezi, po të kishin respekt, vetëm një pak e kishin mendu 2 herë këtë që e kanë bërë. Adnan, çfarë do të bëni? Do ta lini me kaq apo jeni ankuar diku, ndoshta do keni ndonjë dekor? Do ta lini kombëtaren, pavarësisht se FSHF-ja ju ka ndaluar, por Jo, Arben, neve patjetër kjo është një situatë cilën nuk e kemi desh, nuk kemi dashur që ndodha, ke parasysh. Tash I po duket që do ndodhi. Unë ta thash në fillim të intervistës, domethënë unë personalisht kam bilet nga shoku, domethënë kam një shok që më ka ofruar biletën. Unë do vi nga Saudia, por nuk do hy fare domethënë në stadium. Unë nuk kam arsye. Arsyeja pse nuk do hy unë në stadium, për shembull, është se I ftoj kamermanët, Report TV dhe gjitha media shqiptare me datë 7 në ora 19 te cepat e hyrjes te stadiumit Air Albania do shihni ku policia do I heq bluza si bluza kjo, si kjo. Tashi, çfarë arsye kam unë kur më hiqet kjo bluzë mu? Pra, Adem Jashari, do hiqet simboli figura e Adem Jasharit? Po përse? Bravo. Unë aty futem, domethënë, për të prezantuar vlerat shqiptare. Unë nuk futem aty si Adnan. Edhe nuk duune, edhe se kam bilet, që ta thash, domethënë përmes shokut, domethënë nuk duune aty të dal konflikt me policinë vëlla. A ke parasysh nuk duune të ma heq kush këthe? A ke parasysh, po ju ftoj kamermanet do I hudhin si bluzë, si puna e kësaj, do I hudhin me simbolet e ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Kanë për t'i hudh. Po përse nuk lejohen as ato? Pra nuk e di këtë vendim. Nëse ero diçka më shumë Adnan, të lutem. Ta them, po, Arbe, ta them unë, domethënë, kemi pas ndeshjen me Angli, kur ka qenë Covidi, nuk është lejuar Adem Jashari. Tash I dalin pak në një nivel tjetër edhe ta qellojmë. Shive. To funksionojnë kështu. UEFA, Serbia, fillojmë nga Serbia, e ka paraqit rastin shembull, kanë thonë shembull nuk e duam Adem Jashari se është kështu. E kanë thënë në UEFA, edhe UEFA ka marrë ca pika, ca rregullore. Domethënë nuk është lejuar Adem Jashari shembull ndeshjen kur kishim me Anglinë. Adem Jashari dhe familja e tij janë heronj për shqiptarët, kjo është e padiskutueshme. Nuk na intereson shumë mendimi që kanë pala e Serbisë. Edhe nuk po them që Federata Shqiptare nuk e do Adem Jasharin. Nuk po them atë. Se ne kemi pas Adem Jasharin, kemi pas kangën domethënë. Por po them, ajo që bën Federata është vetëm, si më thon, zbatues I rregullave të UEFA-s. Më tregon mu Federata se çfarë përpjekje ka bërë Federata që ta heq, domethënë, figurën Adem Jasharit. Domethënë apo të ushtrisë shërbimtare të Kosovës nga ato pikat e ndaluara të UEFA-s. Ma tregon mu Federata Shqiptare një përpjekje. Do thotë nuk du të jesh shikues, spektator, zbatues. Ti du të reagosh, a kupton? Problemi I njëjti problem është edhe me këtë ndeshje në Serbisë.
Tashi, këto janë punë, do më thoni, ka dërgu Serbia një email, nuk dojmë këte, dhe faktikisht është batus. A ke parasysh? Ja do jenë prezent shemë, a provo t'i futu me këte. Provo futu a këti, do më thoni, e shë që ndohë. Por të pamu, këtu janë probleme, do më thoni. Nëse dikush nuk i konsideron, shembull, ushtrisë ligjore të Kosovës, i implement e shqiptarisë, ajo është diçka tjetër. Atë po flasim për një dimension komplet tjetër, që duhet ty. Adnan, ke komunikuar, ose ju si grupim keni komunikuar me ndonjë nga lojtarët e kombëtarës, lojtarët e futbollit të kombëtarës, çfarë ju kanë thënë? Pa përmendur emra se ndoshta i prishin punë. Po, jo, unë si personalisht nuk kam komunikuar se nuk e... Ose ndonjë nga anëtarët e tjerë, po flas. Nota dikush nuk e di, nuk kam njohuri, unë personalisht jo, për shkak se me të vërtet ta them, domethënë mirë me tifo. Domethënë i mbështet kombëtarin vëlla. Vi aty jap zarin edhe kthej mbrapsht. Nuk duhet t'i shqetësoj, nuk duhet t'i jap presion. Nuk janë tifozat kuqezi, nuk janë nga ato tifoze që i kërkojnë llogari, ke parasysh domethënë lojtarë do pesh këtë o do fitosh. Nuk kemi nga ata vëlla, kemi ardhur fitore humbi gjithmonë. Jo, nuk ka pas komunikim arbe, jo. Kuptoj. Adnan, po për ndeshjen, si e shikon? Flasim dhe pak dhe për ndeshjen, aspektin sportiv. Kemi një bilans i cili i flet më shumë në favor të Serbisë, por ndeshja e fundit që u zhvillua në Elbasan ishte si një shtet rrethim. Polici, ushtri, siguri, kamera. Po. Jo, Arber, atëre, fillojnë për ndeshjes 2014. Kombëtarët shqiptarë, kur ka zbrit në Beograd, nuk ka fillu ajtmeri që e dim neve, vetëm stadium. Në autobusin e kombëtarët shqiptarë, nga aeroporti i Beogradit, janë fut njësia ma elitare me automatik gjatë. Do thonë, problemi ka fillu që aty. Edhe pse, tash se shtohet pyetja, vetëm për ti frigu o burra, e ke parasysh, domethënë për ti frigu, kurse ç'a bëjmë neve, vi mbrapa ajo pyetja që shtrove ti. Neve tash në anën tjetër ne bëjmë aty se e djasta në Evropë, jetoj në Suedi Arber, edhe është një rritje. Nuk po them, nuk jam të përmend dhunën ato gjana, por e djata, ajo pjesa liberale, thot ai që është patriot mbijeton. Po jo patriot në atë kuptimin e keq që ti bësh dëm tjetrit, ta mbrosh vendin tënd, e ta dush, e ti këndosh Shqipës me zemrën. Ato sot mbijetojnë, po te rezultati ku thej ti, të rezultati nuk mirën. Arber ka marrë, nuk mbaj mend një ndeshje, domethënë kur ka marrë mos një javë ka pa ndeshje në shtëpi. Seriozisht ta them, e vetmja mundësi që të fitojmë kundër serbe. Unë mendoj jam shumë i bindur. Është që bëjmë tifo, jo të bëjmë dhunë. Ti këndojmë Shqipës tonë vëlla, domethënë si tifoza kuqezi, siç i kem këndu me shumë vite. Nuk ka mënyrë tjetër. Me të vërtet nuk e kuptoj, domethënë tash se ti e ka mendu federata që lojtarin e 12 ti pret krahun, domethënë kjo është diçka e ka mendu shumë herë, por nuk arriti gjej përgjigje. Adnan Tetaj të përshëndes. Faleminderit që ishe në studio live, shpresoj